Nuk është thjesht një histori, nuk është thjesht një njeri. Është një kapitull i errët, i përgjakshëm dhe i fuqishëm i historisë sonë. Një emër që për disa është hero, për të tjerë është makth, dhe për të gjithë është një figurë që nuk mund të injorohet. Ky është rrëfimi i Bahtiar Kollovozit, njeriu që historia e kujton si vrasësi i serbëve. Para se të vazhdojmë, nëse doni histori të tilla që nuk i dëgjoni askund tjetër, pëlqeni videon dhe abonohuni në kanal, sepse çdo histori që sjellim këtu është një pjesë e së kaluarës sonë që meriton të rikthehet në jetë. Bahtiar Kollovozi nuk ishte një figurë e zakonshme. Ai nuk ishte thjesht një kaçak mali. Ai ishte kapedan, bajraktar fisi, një udhëheqës i lindur. Një njeri që vinte nga Topojani, një zonë e njohur për burra të fortë dhe tradita të thella shqiptare. Në ato male, fjala e një kapedani vlente sa ligji, dhe Bahtiari ishte një nga ata që jo vetëm fliste, por edhe vepronte. Në vitet pas luftës së parë botërore, Ballkani nuk ishte një vend që njihte paqe. Për shqiptarët, sidomos në veri të Shqipërisë dhe në Kosovë, kjo periudhë ishte një vazhdim i dhimbjes. Ushtria serbe, tashmë fitimtare, kishte shtrirë kontrollin e saj mbi territore shqiptare, duke sjellë me vete një valë represioni që preku çdo familje. Dhe njën nga ato familje ishte ajo e Bahtiarit. Në malet pranë Kukësit, a jetonte një jetë të thjeshtë, kishte bagëti, kishte tokë, kishte një familje për të mbrojtur, nuk ishte njeri që kërkonte luftë, por lufta e gjeti atë. Një natë të errët të vitit 1918, gjithçka u përmbys. Ushtar serb hyn në kasollën e tij. Nuk ishte një kontroll i zakonshëm, ishte një akt brutal. E nxorën nga gjumi, ja morën armën, i vranë qend, i therrën bagëtin, ja grabitën gjithë pasurinë dhe mbi të gjitha e rahën aq keq sa e lanë në prag të vdekjes. E qelluan me plumb, por ai shpëtoi dhe tani kishte një qëllim. Pas këtij momenti nuk lindi thjesht zemërimi, lindi një betim që do të ndryshonte gjithçka. Por ajo që ndodhi më pas nuk ishte thjesht hakmarrje, ishte fillimi i një lufte që do të përhapej në gjithë rajonin. Bahtiari nuk u kthye më në jetën e tij të mëparshme. Ai nuk mundej, sepse gjithçka që kishte ishte shkatërruar. Ai la shtëpinë, la familjen dhe u kthye në male. Por këtë herë si kapedan i një qete, ai mblodhi rreth vetës burra që kishin përjetuar të njëjtën tragjedi, burra që kishin humbur gjithçka nga dhuna, dhe së bashku fillua një luftë të pamëshirshme. Sipas rrëfimit të gazetarit austriak Louis A. Matzhold në librin e tij Flaka e Ballkanit, Bahtiar Kollovozi nuk vriste për kënaqësi, ai vriste për hakmarrje, dhe kjo e bënte edhe më të rrezikshëm. Ai pretendonte se kishte vrarë 118 serb, jo si një ushtar në një front të largët, por si një luftëtar mali, nga prita, nga shkëmbind, nga përleshje të drejt për drejta. Në Tetov ai dhe njerëzit e tij hynë fshehurazi dhe vranë kryetarin e vendit dhe disa ushtar serb. Plaçkitën çdo gjë që gjetën. Ishte një goditje e shpejtë dhe brutale. Por kjo ishte vetëm fillimi. Në Shkup, ai organizoi një nga sulmet më të guzimshme. Sulmoi një tren, duke vrarë drejtuesin. Përballë tij dolën 10 gjandar dhe ushtar serb. Ai kishte vetëm 12 burra, por kishte një gjë tjetër që nuk matet me numra, vendosmërinë për hakmarrje. Përleshja ishte e ashpër, rrugët u mbushën me gjak. Sipas rrëfimit, rreth 60 ushtar serb mbetën të vrarë, ndërsa ai humbi vetëm 3 nga njerëzit e tij.
Por ajo që e bën këtë histori edhe më të rëndë, nuk janë vetëm betejat, janë metodat që u përdorën. Në disa raste, Bahtiari dhe qeta e tij kapën robër, por ata nuk u trajtuan si të tillë. Ata u ekzekutuan në mënyrë brutale, madje në disa raste duke ju prerë kokat, pasi sipas tyre nuk ja vlente t'i çojnë dëm plumbat. Kjo nuk ishte thjesht luftë. Kjo ishte një spirale dhune që kishte kaluar çdo kufi. Në Prizren ai vrau 2 inxhinier serb, në Brod vrau xhandar. Lista vazhdonte dhe çdo emër shtonte një kapitull të ri në historinë e tij. Por ajo që e tronditi më shumë gazetarin Matshold nuk ishte numri i të vrarëve, ishte vetë Bahtiari, sepse ai nuk dukej si një njeri i tillë. Ai ishte i qetë, i sjellshëm, madje me një buzëqeshje të lehtë. Një njeri që dukej më shumë si një zotëri se sa një luftëtar i përgjakshëm, dhe pikërisht kjo e bën historinë edhe më të fuqishme. Sepse tregon se si lufta nuk krijon gjithmonë përbindësha nga pamja, ajo i detyron të bëhen përbindësha nga brenda. Dhe kur mendon se kjo histori po shkon drejt fundit, vjen një moment që e ndryshon gjithçka. Pas një sërije përleshjesh, aktiviteti i tij u ndal, jo sepse ai u ndal vet, por sepse i erdhi një urdhër nga lart. Veprimet e tij po krijonin tensione ndërkombëtare. Lufta e tij nuk ishte më thjesht lokale, ajo po bëhej problem për shtetet, dhe për një kohë pushka heshti, por vetëm përkohësisht. Sepse për Bahtiar Kollovozin, kjo nuk ishte një luftë që mund të mbyllej me një urdhër. Kur u pyet nëse do të vazhdonte akmarrjen, përgjigjja e tij ishte e qartë. Jo tani, por llogaria nuk është mbyllur. Derisa, siç thoshte ai vet, edhe një pëllëm toke shqiptare të mbetej në sundimin serb, dhe derisa edhe një shqiptar të jetonte i shtypur, llogaria nuk ishte mbyllur. Dhe kur gazetari e pyeti se ku i mbante këto llogari, përgjigja ishte e ftohtë. Në brez. Por tani lind pyetja më e madhe. A ishte Bahtiar Kollovozi një hero që u ngrit kundër padrejtësisë, apo një njeri që u përfshi në një cikël dhune pa kthim? Kjo është një histori që nuk jep përgjigje të lehta, por është një histori që duhet treguar, sepse është pjesë e së kaluarës sonë, me gjithë dritat dhe hijet e saj. Në fund dua të dëgjoj mendimin tuaj. A mendoni se Bahtiar Kollovozi ishte hero apo produkt i një kohe të egër? Shkruani mendimin tuaj në komente. Ne jemi Histori Epike, aty ku e kaluara rilind. Deri në vidion tjetër, qëndroni krenar dhe të vetëdijshëm për gjakun që rrjedh në damarët tanë.